O jo një besimtar, të mos ju mashtron juve pasuria e tyre dhe pasardhësit e tyre, që kanë fëmijë me të cilën krenohen. Innama yuridu Allahu li yu'adhibahum biha fil hayati dunya. Allahu don që me këta ti dënon këta, ti sprovon këta. Do të thonë, li yu'adhibahum, ti bën dënim për ta në këtë dunja. Në këtë dunja. Dhe t'ju del shpirtit, t'ju merren shpirtet si mosbesimtar. Njerëzit të cilët e kalojnë jetën duke fitu haramin, duke dhënë haramin, duke vepru haramin, dhe krenohen me këtë dhe nuk kujtohet që të pendohen dhe s'ja mundson Allahu pendimin, këta janë njerëz të cilët Allah subhanahu wa taala i ka lënë dëshmi për neve dhe na tregon, domethënë në surën At-Taube, se o musliman, duhet të merrni shembull për këta dhe jo të mashtroheni pas atyre. Se Allah subhanahu wa taala këtë ka bërë dënim për këta në këtë dunja dhe do t'ju del shpirti, Allahu na ruaj dhe ato janë mosbesimtar.